Ish-ministrja e jashtme Arta Dade ka refuzuar publikisht ftesën e kryesocialistit Edi Rama për të marrë pjesë në aktivitetin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Sipas Dadës, PS-ja nuk ka qenë kurrë një forcë që organizon kundër protesta me presion administrativ. Por çfarë fshihet pas këtij refuzimi nga ish-ministrja? Arta Dade njihet si një mbështetëse e Erjon Veliajt, një socialiste e vjetër. Djali i saj Alban Dabulla, i cili është debutues mediash, është njeri i lidhur me Erjon Veliajin. Ka bashkëpunim biznesi dhe investime me Kryebashkiakun e Tiranës, mbi të cilit rëndojnë 13 akuza të rënda penale. Ditën e kontrolleve në shtëpinë e Veliajt, Alban Dabulla është parë me disa avokat në shtëpinë e Kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës. Skema është e qartë. Nga burgu i Durrësit, Erjon Veliaj ka përdorur si instrument Alban Dabullën, djalin e ish-ministres Arta Dade, për qëndrimin që kjo e fundit ka zgjedhur të mbajë publikisht ndaj aktivitetit të socialistëve, pikërisht me qëllimin për të dëmtuar Edi Ramën. Ky sulm është në vazhdën e sulmeve që Veliaj i inskenon nga qelia e burgut të Durrësit kundër kryeministrit Edi Rama. Veliaj, përmes influencerave, artistëve, mbështetësve të tij gjatë fushatës elektorale, po del përballë për të protestuar kundër Edi Ramës, ku kërkon ndërheqjen e kryeministrit, duke përdorur këtë skenar si kërcënim për ta liruar atë nga burgu.